Edhe nga këtu. E mik, e këti radhën, ku e ke mundin? Shiko, të të bëjmë pyetje? Bëra mirë, apo bëra keq që e ndrova shtëpi? Po, mërë buri dhellë se një pallat luajte. Pastaj më s'mora veshin gjë. Pse e bëre këtë ndrim? Pse e bëra, po? I pe më shoku sa fëmi të vejgjë garë dhe për qanë? Po, vërtet, po. Me nipin tim jo, nipi im nuk ka nevoj për dados, atje mund gjallë. Nuk flasim për nipin tatë, mërë, shoku. Flasim për biznes, shoku. Shumë. Akoma këtu ti? Si nuk u mërzite ngele gjithë ditën jashtë. Na luajte mënd që na luajte. Edhe pazarin më duhet a bëj vetë? Po unë të pyeta, më nuse kur dola, ke nevoj për gjë? Jo, më the. Po pra më pyet e ti. Po mi për mua më që nuk të vjen keq, po të paktën për të birë, ropate gjithë ditën për t'i nxjerrë ato lekë. E ti vetëm të hash di. Le ta avën tani, hajde, merr këtë qesën e çoj në shtëpi. I ka unë se kush e dëgjon atë pastaj. Në pafsh. Ik, vlla, ik. Hajde ulim një aty, se duhet të shoh edhe Albin. Ngeli duke u vrarë. Sot e kalon mami me një kursh që ta kontrolloj edhe una. Edhe ti mjaft me ato selfie. Do bëhem vipu, shoku. Çan vipët? Vipa kanë makinë të mirë, kanë celular të mirë, kanë lek, kanë bodyguarda. E që do t'i ish vip? Edhe vipat i kanë problemet të kjo. Ka thënë mami. A më nërë dhe komshie? Mendova se jeni shumë pak vajza dhe duhet një djalë që të vendosë rregull. Kush të ka gënjur? Vetëm po takosh çunat e pallatit tonë dhe shohësh që konkurenca është shumë e fortë. Ose di se doja dalësh ti me këtë gjuhë gjatë që ke. Në fakt, ti vajzat e keni më të gjatë gjuhën. Kaq i vogël e kaq shejtan. Ti vetëm me trup ma verë mua. Albi, hajde ikim. Pas ka ardhur ky njeriu? Edhe këta me ne banojnë? Jo, në fakt ti ke ardhur tek ne. Drini Albi, ky është Danieli. Ja ju erdhi dhe i shok i ri për në ekip. Çfarë ekipi? Futbolli, shoku. Më vje keq, por unë nuk luaj futboll. Madje e urrej të coptohem nga këmbët. Atëherë los me vazhdet, me kukulla. Nga dal, se u shkriti. Shaka bëri.
Ta shi mirë se erdhe mes nesh. Çfarë puna bën babir? I kur ka qenë biznesmen? Çfarë një ushtra bërë se në dados? Albis, në me thëmë, basi të bësh VIP, do të bësh dado. E ç'do të thot? Kujdesesh për kalamajtë të tjerëve. Ha ha. Na shkrit. E më zhdreqi keq bërtet, hajtë s'kalo. Qa bërë me se na mushe me plurë, me? Ku ka plur kjo ore, heq më qanë kokën. Ej, merë vesh tjerë. Merë vesh jemi në 2015 të ndërnjë. Nuk kemi si në kodë baba qe, mos kemi shku në moto ti. Qes me korent, kesh piti? Që më merë të keqen, ku ka plur kjo, hecere dreq kalo. Kaloj, si të kaloj unë aty. Bajme më shku, me. Sa më bërë që më gjeti, më ta më... Hecere thash. Kokë rekatunarit, që Qanë më kokën. gjeti, mu si nuk u vajta dhe theva kamën edhe në këtë treq palati. Për zot, na. Mos, kom shiu i ri, mos më thuaj tije. Unë. Sa keq, më falë. Në fakt, njoja jo nuk duhet ishte e kështu. Kam dëgjuar për ty, unë, po, kam dëgjuar. Për mua me? Disa shpejt hapen fjalët këtu. Por dhe? Po ta dish, për ty më ka ardhë keq. Për qatë ka ardhë keq? Po të meret burri në këtë mosh me rritjen e fëmijëve edhe të botës. Se ti kishe të tut, po hajde dhe. Zemra, ti mos kene i fëmi tëndin të të arrisim? Une? Ja. Po edhe po të kisha, e rrisja vetë, unë jo kështu dorë pas dore. Po me qëra fjala. Kam një lavaman unë që ka një 2 ditë që po më kullon. Nuk vjen ti edhe një sy? Se s'po gjej njëri tjetër. Zonjë, unë jam për të rritur fëmi, nuk jam për të mirë mbajtur lavaman. Okej? Dakord? Shqiptar hesapi, kokraj dhe mbelit. Edhe pa pun, edhe më bën numra. Lumadhi ti, më mirë të merje 2 lek nga lavamani, se sa të ndërroje bebelinat e të tjereve. Genti tani që ka i kur Danieli besoj se ka më të lehtë me të tjerët. Dea, akoma nuk e shudor? O, Genti ta ka thënë 100 herë, unë tani po bëj prova, se kur të rritën të bëjmë e madhe, dua që të bëjmë një komandante shumë e mirë. Dea, po ato nuk na durojnë fare. Po mua, që nuk po përfshini në diskutimet tuaja? Vetëm një kusht. Nëse ti pardon që të bëjmë komandant e pallatit. Që edhe unë kujtoha sikur ti kishe hequr dorë. Të lutem, ti nuk do qënë ti më mëzitur. Të lutem, ti do qënë ti me lumëtur. Mirë, jam e ty. Faleminderit. Je mërzitur që iku Danieli nga pallati ynë? O, do mërzitem për Danielin. Ti e di që më se duron do të fare atë. Po, se duron. Besa, tu hap goja atë, ka bërë gabim ajo halla jote që të kalon të dalësh. Prite kur të qash. Unë di qaj për Danielin. Le të qajnë ato të pallatit ku ka shkuar, se është një gëna veç i madh. Po, na mbushe mendje, Livia. Ama edhe një gjysmore. Jo, ta thash 100 herë, kam provim nesër. Ol, si hamu do vjej? Leje më qënë e mamit. Hajde ikim se të të qemë në gola sot. Ashtu dhe djeti, e peqa i bërë aretës tënde? Po, hajde.
Gjithë këta dashka në bënë Cristiano Ronaldo. O, pse vetëm ti? Ku i ke të tjerët? Nuk dua të rri me të tjerët se ata më mërzitin. Mirë bën. Edhe unë jam i mërzitur. Ai babai Violës nuk më duron dot fare. Lëre pastaj Danieli. Miri, të lutem mos ma zë atë emër me gojë. Kë Violën? Jo, atë tjetrin. Babin e Danielit? Të thash mos ma zë atë emër me gojë. Danielin. Mos ma zë atë emër me gojë të thash. Edhe ty të ka mërzitur? Po për ty çfarë ka thënë? Se për mua nuk ka lënë gjë pasajuar. Për mua? Kujt jam ban të thot gjë për mua? Unë i shëf në dru. Livia, jo kështu. Ty të marri në përkëm se je i buti. Moj, po si e ke këtë gjubrisk? Ti duhet të rish më shumë me mua, se edhe më son, edhe ne të dy jemi më të fort. Mua më vjen keq për Violën, pa e shije ti. Miri, harroj Violën. Qo në kom... Merë për në thellë. Gati për sulm. Do të presë unë gjithë ditën? U mërzite, tani më more ti në telefon, apo të mora unë ty? Po, a më se të të them çdo gjë që ndodh në pallat. Të thash, nga që ti vdes të merresh më thash e theme. Ashtu, po iki pra. Se mos orret. Ik pra, pse nuk ikën? Po. Po ti, nuk e kurioze çfarë thot Levja për ty? Fare. Po që është bërë ortake me Mirin. Ortak pas ka gjetur. Po që janë bërë të dy kundra teje. Dashkan luft me i fjalë. Luft do të kenë. Ika. Nuk po më thua faleminderit? E pse? Që të njoftova. Thash e the me gjinë, nuk i kam qef besa. Prandaj po iki. Shi për ditë e prap njësoj. Çfarë njerëzish, që nuk kam ledhur kjo Tiranë. E po këta dreq njerëzish që kur janë rritur në pyll. S'doli njeri të pastroj, po tërë kohën unë duhet të pastroj vetëm unë. Pale edhe këto studentët që kam lartë. Nuk din gjë tjetër këto, vetëm të pispillosin e të brellin. E po të ka faj kjo nusja e djalit të Sandrit. Pale, më sillën dhe si pronare. Po s'di tjetra të thotë të lumshin duart? Si nuk di të përshëndes njerë. Ja kokën, drejt. Pika, si kur është rritur në Paris kjo. Po nuk e faj, mo jo, fajnë e kam unë që s'më rrin duart 3 hatë. S'më rrin duart mua 3 hatë. Ja, unë për ditë pastroj këta shkel këta, losh dynjaja. Të morë të dreqi me gjithë njerës. Më që ke që më shikon? U lodhe? Po ja, si thua zot rote. Po të ishte lodhur, nuk do fise kaq shumë. Që më qanë kokën? Edhe ty kisha mangët unë.
Jo është dhe kush vëna putë që bëjë më shoku, që ta një pak mamu. Po ti e shkurtër, a nuk e kuptoni që janë fotogenik, çmenden vajzat pas meja. Ç'na the? Keni për ta parë sa kërkesa dhe ke Facebookun. Do bombardojnë me like nga frencat. Sa të pëlqen veti aty? Do mos do, po kam marrë të suksesit unë, do më kërkosh autograf. Albin, do me thënë do bëhesh VIP tani. Mendoj se drita saj rrugë janë. S'do na flasësh më mangoj pastaj. Varet si do silleni. Po ikim. Do me thënë nuk do vishtë më shovësh kur të bëj fotot. Mos të mbyllet goja ty më pastaj. Shëndet vaj. Ja, u bë xhelos kë. Nuk po duhet një shok xhelos. Një mik i mirë ti thot në sy të gjitha të metat që ke. Por pastaj nuk do të duket dhe aq mik i mirë. Ua, se i më qëllua që jam. Nuk e mendoja se do më vini të mirët ka shpejt. E po suksese pra. Po iki edhe unë. Po ti do vish? Po unë do vish se do vëm shoh. Po ti Ina do vish me mua? Po, sigurisht. Pra pas ke dalë paleti? Ke parë burti që i merri e femrave? Ashtu, ë? Hajde shpejt lartë, shpejt se i thash mamit. Mirë, mos zbërtit. Ku bën dhe kjo si e fort? Albi sa frikë që i pas ke vajzat. Tik-tak, tik-tak, ku vete tu bëftet e tu, a qumshin papir? Harrova. Atë bëftë mirë. Ja e piva. Të gjithin, më bëj me hile mua ati. E diti, të vi në studio unë. E diti që të vi. Gjak e dhjam. Vezën. Nuk e dua vezën, në vezën e urre. Si e urre vezën ti? E urre vezën. Vezën. Pastaj veza të bën mirë edhe për zërin të bëftet Po, po. Nuk është i vogël që u shen kështu. Po, pra, atë i them edhe unë. Të paktën futuni brenda se po qet gjithë lagja. Mërë ty, mos e që i kom shiu ri? E kështu thonë. S'më pëlqen fare. Mirë pafshim. Ditën e mirë të bëftet e tua. A, se harrova qepën, lengun e qepës. Akoma s'kam baru vargu qepve. Ka porosit turtetuat në sillin nga fshatit të tjera qep. Nuk e dua fare, mirë pafshim. Miru pafshim. Qa. Nuk edukohen kështu fëmijët. Ore qurrash, po ti do më mësosh mua si edukohen fëmijët. I rriti këtu në këtë pallat, se s'të kam parë unë ty. Fatkeqësisht, po. Ç'na the? Pas kam punë dhe me këtë picirrukun. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ua çupe në shkollë me? Në shkollë. Moj dëgjova ca zhurma mbrëmë. Po në çfarë ore dëgjova shumë? Po voni ishte, po se besoj ti kesh dëgjuar se ti do kesh qenë duke mësuar. Po më bën aq me nerva sa u bëra një herë të veja tu trokisja në derë. Po thash pastaj, po leri të gëzojnë të rinj. Po dëgjojnë shumë zhurmat këtu? E, varet nga zhurmat në fakt. I ka unë të bëj drekën tani se më vajti vonë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Suksese në shkollë. Faleminderit. Të pas ka faj bushja, faleminderit.
Na tha, shkollë e këtyre, po, buqja, e di u shkollën e këtyre.